Horoskopi ditor e mart 29 prill 2025. Dashi, ata që duan të vazhdojnë një histori të rëndësishme, mund të vendosin gjithashtu që të hedhin hapa të mëtejshme në lidhjen e tyre. Dasmat po dhe bashkëtesa në sy të shumë për shenjën së demit. Zemrat e vetmuara do të jenë në gjendje të lidhen me njerëz të cilët mund të jenë të rëndësishëm për të ardhmen. Puna, planetët ju ftojnë për të nisur projekte të reja, ju mund të arrini suksese të mëdha. Demi, nëse një sqarim mund të jetë zgjidhja për të marrë situatën e marrëdhënies sërish në dorë, mos hezitoni ta kërkoni. Megjithatë, mos u largoni nga të dalat, ju mund të bëni takime të mrekullueshme. Madje edhe beqarët do të jenë shumë të admiruar. Puna, shko përpara dhe mos shiko prapa. Në rrugën tuaj me siguri do të takoni shumë njerëz i liqar. Binjakët, nëse jeni duke kërkuar për atraksione të reja, sigurohuni t'i gjeni, por ndoshta do të ishte e përshtatshme të mendoni për këtë vendim. Mos i mbani këmbët në një këpucë. Beqarët do të jenë roje me një person që pretendojnë se është i rëndësishëm për ata. Puna, një projekt i kryer kohët e fundit është duke u dhënë kënaqësi të madhe, por kujdes, vetëm të mos prisni shumë nga vetja. Nga porja, mos e kritikoni të dashurin tuaj për ndonjë gabim. Përkundrazi, përpiqu të jesh optimist dhe të përçosh emocione dhe pasione në vend të dyshimeve dhe paqartësive. Takime interesante në horizont për beqarët, që duan të hapin zemrat e tyre. Puna, sot do të jeni më të kënaqur dhe do të vlerësoni një rol që nuk besoni se mund ta mbështetni. Më mirë në këtë mënyrë. Luani, nëse keni arritur të mbani brenda instiktin e rebelimit, do të keni pak zhgënjim. Do mund të gëzoni çaste të lumturisë dhe pasionit të pastër. Beqarët mund të takohen me shpirtin e tyre binjak. Puna, nëse jeni të lirë nga kufizimet, mund të jeni të interesuar në propozimet e reja që po ju vijnë. Virgjëresha, dashuria, një dashuri që ka qenë në krizë për disa kohë, do t'ju jap disa kohë të këqija. Mundoni të shihni qartë dhe shihni nëse mund të vazhdoni. Nëse jeni i vetëm, do të keni të gjitha mundësitë më të mira për të pushtuar ata që ju pëlqejnë më shumë. Puna, ju jeni plotësisht të bindur për rrugët e mara dhe jeni gati për të mbajtur çdo situatë nën kontroll. Besoni intuitën tuaj. Peshorja, yjet njoftojnë një ditë plot pasion. Ju nxisni energjinë dhe do të jeni në gjendje të gjeni një ekuilibër të përsosur me të dashurin tuaj. Ditë e qetë për beqarët, takime të mira në mbrëmje dhe flirtime të mundshme. Puna, një ditë e rëndësishme nga pikpamja financiare. Sot do të ketë të ardhurat të reja që do të rrisin financat tuaja. Akrepi, kushdo që po përjeton një dashuri të re, do të shohë gjithçka roz, por është ende herët të thuhet, mund të ketë surpriza të papritura. Beqarët mund të gëzojnë një aventurë emocionuese me dikë të veçantë. Puna, përdorni diplomacinë për të mbuluar një marrëveshje që nuk mund ta përfundoni në kohë. Sot keni të gjitha kushtet. Shigjetari, me Venusin ende në shenjë, dashuritë e mëdha mund të konkretizojnë marrëdhënie dhe të bëjnë projekte afatgjata. Marrëveshja është e përkryer për të gjitha çiftet, të dyja të datuara dhe të sapo krijuara.
Shumë njohje të reja dhe shumë shanse për të gjetur dashurinë po vijnë për beqarët. Puna, ju po kaloni një periudhë me fat, mund të punoni në projekte të reja dhe të keni shumë kënaqësi. Britsjapi. Ende një lajm i madh në dashuri. Ata me një marrëdhënie të qetë mund të llogarisin gëzime të mëdha dhe momente lumturie. Venusi është ende në pamje të favorshme dhe ju lejon të prekni qiellin me dorë. Beqarët do të jenë në gjendje të përjetojnë histori interesante me disa njohje të reja. Puna, gjithmonë vlerësoni me kujdes propozimet hyrëse, në mënyrë që të mos humni ato më të mirat. Vazhdoni rritjen tuaj profesionale. Ujori. Çiftet sot mund të kenë disa kohë të këqija për shkak të një diskutimi të gjallë. Grindjet do të jenë në agjendë, por këto do të jenë probleme të jashtme. Beqarët duhet të kuptojnë nëse është koha e dur për të lëvizur dhe deklaruar veten me një person. Puna, lajme në sy për detyrat të reja të punës. Ju do të jepni më të mirën e vetes, çfarëdo që të bëni. Peshqit. Ju keni kërkuar konfirmime në dashuri, por nëse nuk arrin, mund të vendosni ta ktheni faqen. Dhe ju nuk do të gaboheni. Ata që janë të kënaqur do të gjejnë ide të reja për të vazhduar marrëdhëniet e tyre me partnerin. Për beqarët, sot është një ditë surprizë e madhe. Dikush do të dalë përpara dhe do të jeni të lumtur. Puna, ndryshimet që po ndodhin mund të ndikojnë në disponimin tuaj, por në fund ju do të pranoni se gjithçka do të jetë shumë më mirë.